flasim për 23 të rëmbyer dhe të zhdukur. Edhe unë shlirëva pak, ndekshëm edhe dedesëm na bili, veç që këtë djallë dhe të më pështan. Zemra babë se din, tha këmë thonë, asë njonën s'pi marrë të dy vrani. Smeqëzat në rastin e Mitrovicës, pashmang shumë që ka ende, gjithsesi punë, angazhim, një veçantë po lidhen këtë rast me disa për rastet specifike të zhdukjes në grupë, si në rastin e intelektualve, pra doktor ose njërë si rastin doktor Adem Ademit, po flasim për 23 të rëmbyer dhe të zhdukur, pra me zonës të Mistogut, Skënderaj dhe Zupin Potokut, pra në atë zonën mes fshatrave Dreth dhe Kalludër, përkundër fatit që është një nga rastet trajtuar në vazhdimsi me shumë prioritet, përkundër fatit që janë realizuar me tjetra gërmime versus në vazhdimsi, pra edhe nga koha e ekipeve ndërkombëtare, mjekoligjore pra në rastin e Nonmikut, apo të Euleksit, apo edhe ekipet vendore, deri me ta nuk është arritur të gjendet as lokacioni i varrit maseva, apo edhe të mësohet fati dhe vendodhja dhe 23 persona që vazhdojnë të jenë listën e personave zhdukur pra nga grupi intelektualëve ose njërë edhe si grupi doktor Adem Ademit. E kujtaj atë moment me 20 prill. Me 20 prill, mija ditën e mrom që jem taku me ta, me 20 prill e kanë vendës me dollë pe këtuhi. Edhe i këna thonë ditën e mirë edhe ka nicë. Ne përmolje, kom sërë. Edhe na këna kujtu që për dollin mirë, ata si ndollë. Për ku janë nisë? Për Novi Pazar. Qysh? Kom, në përmolje. Pse vendosen me shkuatje? Pse veç pe frike. Pe frike, pe kiameti, me pështu, qashtu, tremshin pak, gjashëm, edhe thash hajtë të pështuin që ta bili, edhe tani shi o kon Delia dhe Rabia, me ta, edhe Kunati. Edhe hajtë shkun me migjen e vetë, edhe unë shlirëva pak, ndekshëm edhe dedesëm na bili, veç që këtë djallë dhe të më pështan, 17 vjeçari ka posë qatë kë. Edhe mo për fatin e ti në asdin kërqa. Mo nuk kena një, as kena posë radja, as kena posë kërgjën, në mali e nga ka unë, në as kena ditë mo kërgjë heq, për ta, të eri sa kena prite, il sheshin burgut e mojshëm i mëdë që kënina s'ka posë kur gjë, që i pilshëjnë nas mos dim kur gjë për ta. Ja sam imala 24 godine od 27. Dete je imala 4 godine, a bila sam trudna sa ovom mlađom. Pa u stvari ova starija, ona je već znala, kad se ova mala rodila, kad me pitala gde je tata, ja sam rekla da je otišao u vojsku i da će da se vrati. Pa on je radio u noćnu smenu i došao je kući. I babi je bilo loše, gde smo mi stanovali, i on pošao do apoteke da je kupi lekove i posle toga mu se gubi svaki trag. Nije se vratio kući. Pa jesmo, ali mi nismo, znaš, išao je na tome da on nije kriv bilo zašto da bi napustio kuću ili da ode negde. Pa jeste njegov otac zvao ga da odemo za Srbiju, ali on nije hteo. Kaže, ja ništa nisam loše uradio, radio pošteno svoj posao i nije hteo da odemo. Kako se to sve odigralo? Nema svedoka, on je izašao do apoteke i nije se vratio. Posle neko vreme ja sam otišla gore kod Zaove da pitam da nije svraćao, kaže nije. I međutim, posle toga ja odem u policijsku stanicu i prijavim njegov nestanak. I svaki dan sam išla da pitam, kaže nema još ništa. Rastet ma trona e në konë plagjës bëshnjakve, ku Isa Sherifi është shumë mirë në YouTube, e ka dhënë deklaratën,
ku i kanë të bua të me gra, me thmije, me vajza të reja, me kretë dhe kreti kanë shtetë për zide dhe i kanë thonë Isa Sherifit, 2 djemja kanë marrë 3. Kanë thonë njonin mere cilin dush, se njonin dojna me ta likvidu për njonin mere. Ajo rast shumë i ronë, se herë ngoja video, unë shumë kom stres emocione. Tha s'disha cilin me marë, më këshirë kaj, s'disha cilin me marë. Zemra babë se din, tha, kom thonë, as njonin s'pi marë të 2 vroni. Ja vrom një dhe mua me ta, tha, jo, ty dyna me t'lonë, i kanë thonë, dyna me t'lonë ty vesh. Njonin cilin pi dënë, tha, dhe se kom marë as njonin të 2 kanë vroni.